Ksamili është një nga perlat e Bregdetit, por turistëve që duan të shijojnë bukuritë e tij, u duhet të kalojnë një kalvar të gjatë në trafikun kilometrik në rrugët e ngushta të qytetës. Qeveria, por edhe Bashkia e Sarandës, kanë premtuar shpesh se janë të angazhuara për të gjetur zgjidhje sa më të mira infrastrukturore, me qëllim që të sigurojnë lirshmërinë e trafikut dhe një qarkullim sa më të mirë të automjeteve. Megjithatë, nga e thëna në të bërë, ka një ndryshim shumë të madh. Bashkia e drejtuar nga Ultion Çaçi, jo vetëm që nuk ka pasur asnjëherë plan të zgjerojë rrugët, por përkundrazi, me një projekt që nis zbatimin së shpejti, parashikohet ngushtimi i mëtejshëm i akseve rrugore. Në 27 janar 2026, Bashkia e Sarandës ka shpallur fituesit e tenderit me objekt ndërtim trotuare, rikualifikimi i rrethimeve anësore në rrugët e brendshme të Ksamilit dhe rikualifikim hapësirave shlodhëse Ksamil. Fondi limit për këtë procedurë ishte në vlerën e 75 milion lekëve të reja, mbi 750.000 euro. Fitues është shpallur kompania Shëndelli SHPK, në pronësi të Yzedin Bozhaj, një shoqëri e cila ka fituar tendera pranë Bashkisë së Sarandës në vlerë mbi 4 milion euro. Tenderi për ndërtimin e trotuareve të Ksamilit është shpallur në nëntor të vitit 2025. Në dokumentat e procedurës thuhet se objekti është një rrugë në Ksamil, e cila është ndërtuar përpara disa viteve dhe është në gjendje ekzistuese mjaft të mirë. Në pamjet që shoqërojnë dokumentat e tenderit, tregohet se ndërtimi i trotuareve do të ngushtojë akset rrugore të brendshme të Ksamilit, megjithse terreni ka hapësirë për të ndërtuar kalimet e këmbësorëve pa cenuar rrugën. Projekti parashikon ngushtim të rëndësishëm të akseve rrugore. Sipas projeksioneve të bashkisë, rrugët, të cilat aktualisht mundsojnë lëvizjen e 3 automjeteve njëkohësisht, do të ngushtohen në qarkullimin e 2 makinave, nga një për secilin drejtim. Në tender kanë marrë pjesë 4 operatorë ekonomik, 3 prej tyre janë skualifikuar, dhe fitues është shpallur kompania e vetme e mbetur në garë, Shëndelli SHPK, me ofertë 69.9 milion lekë të reja.